إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falënderimi dhe lavdërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Falënderimi qoftë Allahut I cili në librin e tij ka thonë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Që do të thotë, nuk I krijova njerëzit dhe gjinët pos që të madhurojnë. Njëherët, ky ajet kuranor vjen pas ajetit ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Dhe përkujto se përkujtimi u bën dobi besimtarve. Dhe mëse shumti që ka nevojë të kujtohet besimtarit dhe njeriut në jetën e kësaj bote, është aja që pse e ardhur në këtë botë, pse e krijuar, ka jetë duke shkuar dhe çfarë të pret pas vdekjes tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga kjo vëllezër të nderuar, shtrohet pyetja se pse njeriu dhe pse besimtari dhe pse Allahu subhanahu wa ta'ala ka kërkuar nga njerëzit dhe gjinët që ta adhurojnë atë. E para vëllezër të nderuar, duhet ta adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, nga se ai është më I madhi, ai është më I larti, ai është madhështori, ai është I gjithdituri, ai është gjithshikuesi, ai është më I mëshirshëm I mëshiruesve, ai është Zoti I çdo gjëje, ai është krijuesi I njerëzimit, ai është krijuesi I çdo gjëje. Ai është I cili ka nënshtruar çdo gjë në shërbim të njeriu në këtë gjithësi, në mënyrë që ky njeri, pra njerëzit dhe gjinët të nënshtrohen dhe të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, nga se ne jemi robërit e tij, ne jemi krijesat e tij, neve na ka urdhëruar krijuesi kësaj gjithësie që të zbatojmë urdhëresat e tij dhe të ndalohemi prej ndalesave të tij. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, duke na treguar se ne kemi nevojë për atë dhe jo ai për neve. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ya ayuhan nas, o ju njerëz, antumul fuqara'u ila Allah." Ju keni nevojë për Allahun azza wa jall. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ndërsa Allahu është I pavarur dhe është I falendëruar për gjitha krijesat. Prandaj ne kemi nevojë të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe njëherët e kemi obligim prej të madhit Allah që t'i nënshtrohemi atij në këtë botë dhe të adhurojmë atë përderisa e kemi shpirtin në trup. E dyta vëllezër të nderuar, do të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për shkak mirësive të tij të shumta ndaj nesh. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai I cili na nxorri në këtë botë, I vetmi I cili na rriti,
I vetmi i cili na bëri që neve të zhvillohemi, është ai i cili na krijoi të ndëgjuarit, të pamrit dhe na dha zemra në mënyrë që ne ta falenderojmë atë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Washkuru li wa la takfurun", dhe me falenderoni mua dhe mos me mohoni. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wala in shakartum la azidannakum", dhe nëse me falenderoni do shtoj të mirat. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban", e cilat mirat Zotit jeni ka i mohoni. Të ka kriju në formën më të bukur, të ka kriju në formën më të përsosur, dhe gjithë shka i nevojitet njeriut, ja ka nështruar njëtin e kësaj bote, derisa edhe dielli lind dhe prandon për njeriu këtë tokë. Gjithçka ka krijuar dhe e ka përshtatur për njeriu, i cili jeton në rrezullin toksor, në mënyrë që ky rob, kjo krijesë, të nënshtrohet krijuesit kësaj gjësie, ta falenderon atë, ta madhron dhe ta don atë më së shumti. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala do të falenderohet me gjuhë, me gjymtyrë dhe zemër, duke u bindur në atë se çdo e mirë që është vetëm prej tij dhe jo prej durve tona. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dhe thot Allah, nuk ka ndonjë mirësi që e keni vetë se ajo është prej të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu. E treta, vëllezër të nderuar, duhet të adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, nga se ne e dojmë atë. Allahu subhanahu wa ta'ala është dhuruesi çdo mirësie. Dhe mirësinë me të madhe që na ka nderuar me të është që na ka bërë pjesëtar të kësaj feje. Na ka bërë musliman. Dhe për këtë fe kena mu pyet edhe natën e vorrit. Dhe varësisht se qysh kemi qenë me këtë fe në këtë dynja, do në varet dhe rruga do jërë gjenet lija, do jërë gjenem li. Wallahi nëse miliardat i kena në këtë botë, mirë po e kemi humbur Allahun subhanahu wa ta'ala dhe këtë fe, atër asgjë s'kena arrit. Mirë po dhe nëse s'kemi bukën edhe për mbramje se çfarë me ju dhonë fëmijëve tonë, mirë po e kemi gjetur Allahun azza wa jall, atër kena arrit çdo gjë. Nga se në këtë botë jemi në botën e sprovës, ndërsa bota tjetër e ahiretit është vendi korrjes, është vendi i marrjes së shpërblimeve kur dalën para krijuesit, Allahu te bareke ve teala. Prandaj Allahu azza wa jall tregoi në Kur'an dhe tha: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah", dhe ata që besojnë mas shumë të dojnë Allahun azza wa jall. Prandaj adhurojmë nga se e dojmë, dhe më së shumë të do të adhurojmë Allahun xhelalu ala. Thot Allahu azza wa jall gjithashtu në Kur'an: "Wallahu khairun wa abqa", e Allah është më i miri, është i përjetshëm, ai është i gjallë, se ka pas kohë t'ja zgjumi, është i përhershëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ka fuqi për çdo gjë, dhe neve ka lyp prej neve Allahu subhanahu wa ta'ala që ta dojnë atë më së shumti, dhe nga dashnia që kemi ndaj tij, t'ja ndëgjojmë pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam, Muhammedin alaihi salam, dhe librin e tij, dhe të zbatojnë urdhrat e tij në jetën e kësaj bote. E adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, vëllezër të nderuar, për arsye se për këtë dhe jemi krijuar. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", nuk i krijova gjinët dhe njerëzit pos që të më adhurojnë. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila", nuk e kemi krijuar qiellin dhe tokën kot. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "E yahsabu al-insanu an yutraka suda", a mendon njeriu se ka me u lën pa marrë pyetje. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Fa hasibtum annama khalaqnakum abatha", a mendoni se ne ju kemi krijuar kot, wa annakum ilayna la turja'un, dhe mendoni që s'keni për të kthyer tek ne. Pra adhurojmë Allahun xhelalu ala, nga se kemi thonë jemi besimtar në atë që ai e ka zbritur për librin që ka dërguar pejgamberve. Dhe ai i cili thot vetit besimtar, patjetër duhet të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe jeta e tij do të dalën për jetëve të kafshëve dhe jetës së pabesimtarëve.
E adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, vëllezër të nderuar, për shkak se friksohemi prej dënimit të tij. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka paralajmëruar për ata të cilët e mohojnë atë, e kundërshtojnë atë dhe i bojnë mëkat atij dhe nuk i bindën urdhrave të Allahut xhalla wa ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Innal ladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Ata të cilët i mohuan argumentet tona, i përgënjeshtruan ato dhe ishin të pandëgjueshëm ndaj argumenteve tona, ata do jenë zjarrt e xhehenemit, Allahu na ruaj. E adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala duke lakmuar dhe duke shpresuar në xhenetin e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa bashiri alladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Përgëzoj ata që besuan dhe bën veprat e mira. Pra, përveç besimit, ju kam përvjellë edhe punëve të mira në këtë dynjë, kam bo veprat mira. Ata i pret xhenetet e përhershme, nën të cilat rrjedhin lumen. Ato s'kan me kon kur të dëshpëruar, e as të mërzitur, e as nuk kanë me kon të dënuar. Përkundrazi ato kanë me qenë në begati dhe dhunti të përhershme, Allahu mu dhe ju e na bo prej tyne. E adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, vëllezër të nderuar, për shkak se shpresojmë në faljen dhe rahmetin e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Shpejtoni që të arrini faljen e Zotit tuaj dhe një xhenet gjërësia që tërsa gjërësia qive të tukës. Uiddat lil muttaqin, është pregadit për të devotshmit. Adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala me shpresë me arrit dashurinë e tij ndaj nesh dhe me arrit që ai me koni i kënaqur me neve. Ndëgjo se çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Thot: "Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyya." Thot ata që besuan dhe bën veprat e mira, ata janë njerëzit më të mirë. E çfarë i pret këta? Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Thot shpërblimi për ta do jetë se ata do jenë xhenetet e adnit nën të cilat burojnë lumej. Khalidin fiha abada. Ata kanë me kon ato përgjithmonë, radiyallahu anhum wa raduan. Allah është i kënaqur me ata, ata janë kënaqur me Allahun azza wa jall. Prandaj adhurojmë Allahun azza wa jall që me arrit kënaqësinë e tij, vëllezër të nderuar. Dhe adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala nga sa i na mbron, na siguron sa rreziqe kemi qenë jetën e kësaj bote. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka ruajtur prej tyre. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. E kur të që i friksohet Allahut, Allah i ban zgjidhje. Allah ja hap derën, Allah e shpëton ka i se pret hiç. Aja ka po vdekin me sytë e tij. Mirë pa Allahu subhanahu wa ta'ala ka shpëtuar dhe kanë zgjidhur atë. Prandaj patjetër duhet të adhurojmë Allahun këtë dynjë. Patjetër duhet të jemi rob të ndëgjuar, të respektuar dhe fjala jon kur është në pyetje Allahu azza wa jall duhet të jetë semi'na wa ata'na, ndëgjua mos Zoti jon dhe u bindu mos Zoti jon. E jo sikurse që i futet Allah i shkatroft, sa herë i thirrshin pejgamberët e Allahut, u thashin semi'na wa asayna, ndëgjuam dhe kundërshtuam. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që mu dhe juve Allah na bën të bindur ndaj tij, të nënshtruar dhe të përulur, që ta adhurojmë atë në jetën e kësaj bote dhe ta dojmë atë ashtu si duhet mu dashur Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu was-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Pas gjitha atyre pika që ndëgjuat vëllezër të nderuar, se cili prej nesh obligohet që të jetë i kujdesshëm me Allahun subhanahu wa ta'ala, të jetë i bindur dhe i nënshtruar dhe mos të jetë dembel dhe neglizhent, nga se është në pyetje adhurimi Allahut subhanahu wa ta'ala në jetën e kësaj bote. Thot Allahu azza wa jall në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që besuat, "la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah", mos ju mashtroj pasuria dhe evladet ndaj përmendjes së Allahut, e që është për qëllim ndaj 5 kohëve të namazit. Wa man yaf'al dhalik, dhe kush për ju bën këtë, pra kë mashtro pasuria dhe mashtrojnë evlad
dhe fëmijët e tij nga falja e namazit, fa ulaika humul khasirun. Ata do jenë të shkatruar dhe të humbur në jetën e kësaj bote, dhe do jenë të ndëshkuar në botën tjetër kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, imanin që e beson Allahun subhanahu wa taala në zemrën tënde përmban që patjetër do të më nxitë edhe në vepra. Pra patjetër do të me nxit me veprua me atë iman që e beson Allahun subhanahu wa taala. Nuk mjafton vetëm të thuash i besova Allahut, ose vetëm të shqiptosh shahadetin dhe të mbetesh musliman me kaq, nga se këto nuk e thot Kur'ani, libri i Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an për ata të cilët vetëm kishin besuar, mirë po s'ishin falur. Thot Allahu azza wa jall fala saddaqa wala salla. Fala saddaqa wala salla. Thot Allahu azza wa jall ai as nuk besoi as nuk u fal. Walakin kadhaba wa tawalla. Mirë po përgjendesh drejt dhe ja kthej shpinën. Pra nuk mjafton vetëm të besosh, por patjetër duhesh edhe të veprosh me atë që e beson në zemrën tënde. Dhe kjo quhet iman tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj për me të bëu dobi imanit te Allahu azza wa jall patjetër duhet t'ia bashkangjitum në nshtrimin për uljen modestim para krijuesit të kësaj gjësie Allahu subhanahu wa taala pasërditje, duke kryer obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala I ka paralajmëruar ata të cilët e falin namazin po nuk janë të kujdesshëm në kohët e tyre. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ka thënë Allahu mirë për ata që falen, e kur falen janë të pakujdesshëm. E të lumt ata që s'falen hiç. Jo. Pra mirë për ata që falen, po kur falen si rrin gati namazit, e vanojnë namazin. Ose e falin vetëm një xumë. Pra s'janë kërkuar me Allahun subhanahu wa taala. Mirë po thot për këta. Pra I pret dënim I rand. Prandaj ju një vëllezër të nderuar që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, gjithashtu duke I pas parasysh pikat që u përmend në hutbën e parë, nga se kemi obligim të bind me atin këtë botë, ta adhurojmë ashtu siç na mësoi, me shpresë të dalim të mshiruar për kësaj bote, të dalim të falur dhe të dalim me rahmetin e Allahut azza wa jall. E lut Allahun azza wa jall që Allahu mu dhe juve të na fal, na mshiron dhe të na merr rahmetin e tij. Lut Allahun azza wa jall që Allahu t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë, në veçantë ata që janë në Gaza, Allahu ju ndihmon. Allahu I shpërblyeh me xhennet. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.